Mirë, do të flasim sot për kulturë, do të flasim për një ekspozite e cila titullohet Ëndra Flet, një ekspozit që ka shumë për të folur, një ekspozit që është hapur vjen me një tematik të veçantë pikërisht në ditën kombëtare të komunitetit egjiptian. Ekspozita në fakt përmban disa piktura dhe 2 instalacione, por në qendër të saj janë pikërisht fëmijët dhe ëndrat e tyre. Kështu ka dashur të zgjedh autori i kësaj ekspozite, i cili është në fakt piktor autodidakt. Ne kemi pasur mundësi që ta kemi edhe herë të tjera në studio. Këtë mëngjes me mua është Bardyl Bukri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju falenderoj për ftesën. Falenderoj shumë Bardyl. Vjen në këtë ekspozit, le të themi, të dytë të jetës tënde, me shumë përpjekje, sakrifica dhe vështirësi, vjen me këtë ekspozit që ka një titull shumë të bukur edhe shumë domethënës. Ëndra Flet. Si erdhi kjo ekspozit? Ideja kësaj ekspozite erdhi si qëllim, meqense ne, si Pakic, kemi një datë zyrtare, e cila quhet 24 qershori, dita e Pakicës egjiptianëve të Shqipërisë. Dhe jo pa qëllim e kam sjellë në publik. Dhe për Pakicën, gjithashtu dhe për shoqërinë shqiptare që të kuptojë se kush janë egjiptianët. Edhe të japin më shumë vëmendje. Që të japin vëmendje dhe të kuptojnë, domethënë, shoqëria shqiptare se kush janë Pakica egjiptiane në Shqipëri, edhe në Ballkan. Patjetër. Dhe pikërisht për këtë ti zgjodhe fëmijët, ti sjellje nëpërmjet kësaj ekspozite, portrete në fakt shumë të bukura. Si të erdhi ideja e ingranimit e themi të fëmijëve, apo dedikimit pikërisht të atyre të kësaj ekspozite? Ideja domethënë më erdhi sepse shija fëmijët e miqve të mi, të cilët pra kishin dëshirë, madje më kanë sugjeruar Xhaxhi Bardhi mund të më bësh një pikturë, edhe një herë, 2 herë, domethënë aty më lindi ideja, madje ta titulloja Ëndra ime Flet, dhe kam komunikuar me fëmijët i mësha veç, sigurisht me prindrit e tyre. Patjetër. Me lejen e tyre, çdo gjë, edhe duke i pyetur, duke hyrë në botën e fëmijëve. Se çfarë bote kanë këto? Çfarë ëndrash kishin ata? Fëmijët kishin shumë ëndra, madje të bukura. Dhe për Pakicën egjiptiane është një prioritet që fëmijët e kësaj brezë të ri të kenë ëndra dhe dëshira. E shikon se pozitive, themi. Pikërisht. Faktin që kanë ëndra, kaq të bukura. Kjo tregon domethënë që gradualisht Pakica egjiptiane po ecën apo s'hapi në integrim. Ka edhe më shumë pjesë të komunitetit që janë të integruara edhe padyshim në profesione shumë të mira, se shumë prej këtyre ëndrave ishin të lidhura me të ardhmen. Me muzikën, me futbollin, pikturën. Një ndër ata portret që ishin aty është edhe vajza jote Ambra, e cila ka një ëndër të bëhet aktore. Të ndjeki paraardhësin e saj, domethënë Enver Bukrin. Që ju e keni të afërm tuaj. Po, të afrin tonë. Në një farë mënyrë, Ambra, duke dëgjuar shumë për Enverin, për historinë e tij, edhe rolet e tij, ka dashur. Domethënë, ajo ka shpreh dëshirë të jetë aktore, sepse të ndjeki ëndrën. Megjithatë. Po. Po, Bardi, do doja të kuptoni pak më shumë nga pjesa e ekspozitës, sepse ajo që përpos fakti që ti je një piktor autodidakt, ajo që të bën veçantë është edhe fakti që mënyra se si ti punon, le të themi teknika është disi e rrallë, duke pasur parasysh që janë kryesisht pjesa më e madhe, le të themi, ose tërësisht të gjitha punimet e tua realizohen me produkte të hedhura. Kësaj here këto produktet i kanë sjellë fëmijët. Po, donatorët e vërtet janë fëmijët e kësaj ekspozite, sepse ato dëshirojnë të bëjnë portrete dhe shprehin ëndrat, por njëkohësisht edhe materialet, që unë i falenderoj shumë edhe prindrit e tyre, por edhe ato vetë, sepse ato janë donatorët. Për mua ato do quhen ekspozita e ambasadorëve të Pakicës egjiptianëve të Shqipërisë. Është e vështirë, Bardi, për t'i kthyer, le të themi, këto produkte, për t'i dhënë vlerë artistike në këtë rast, për t'i kthyer në bojra, si proces. Edhe këtë proces vetë e ke mësuar? Pikërisht, vetë, duke eksperimentuar. Duke eksperimentuar bojrat, të lajot, edhe shumë materiale tjera që të arris aty ku du.
Por kjo, që dali sa më origjinale. le temi përpunimi i mbetjeve për t'i kthyer artistikisht, kështu ka ardhur nga pamundësia jote financiare, apo ka qenë një dëshirë për t'i dhënë vlerë, le temi. Kjo ide erdhi domethënë jo se nga pamundësia financiare, sepse nuk kushton gjë me blebje, fjala nuk kushtojnë, po. 2-3.000 lek ose 4.000 lek bojra, ose penela, se mund t'i sajosh dhe vetë. Por ideja është se duke i vendentu si pjesëtar i pakicës egjiptiane dhe të jem i veçantë në këtë stil pune, që shoqëria shqiptare të kuptoj që pakica egjiptiane mund të jap vlerë, edhe një gjë që ndoshta shumë simbolike, e kuptoj, që mund të duket e pa vlerë, por në këtë formë tregon edhe gjithë potencialin tënd artistik edhe e ke gjetur veten shumë mirë, padyshim. Tek rrëfimet e fëmijëve, çfarë të bëri më shumë përshtypje? Tek rrëfimet e fëmijëve mund bëri përshtypje vetëm një djalë i cili është me sindromën Down. Ajo më ka prek aq shumë. Kishte një ëndër ai? Kishte një ëndër shumë të veçantë. Dëshironte të bënte pianist në të ardhmen. E kishte këtë dëshirë? Kishte ëndër. Sa vjeç është ideal? Pa ja përmendur emrin sepse janë të mitur. Ai ishte rreth mos 14 vjeç. E përshëndesim shumë në fakt, edhe uroj që ti realizohet vërtet kjo ëndër e cila ai ka. Ekspozita në fakt përbëhet nga 10 piktura dhe 2 instalacione. Është era parë që vjen me instalacione? Po, është era parë. Çfarë ke dashur do t'rregosh dhe çfarë sjell nëpërmjet këtyre instalacioneve? Pavarësisht se jam piktor autodidakt, si fillim kur kam qenë në moshën diku këtë 18 vjeç e kam provu këtë lloj punimi në instalacion. Por nuk e kam shpreh. E kam mbajtur për veten një herë, më pas fillova ta praktikoja akoma më shumë. Po si e gjetë veten, do ta vazhdosh? Le temi këtë kategori arti? Të dyja kategoritë artit. Edhe pikturës për instalacionit. Madje unë më ka lindur ideja të sjell një instalacion akoma më të madh, që për pakicën do të jetë shumë e. Na fol pak më shumë për këto 2 instalacione. Çfarë ke dashur të sjellësh? Çfarë simbolizojnë? Instalacioni i parë simbolizon emblemën e pakicës egjiptianëve të Shqipërisë, po dhe të Ballkanit. Edhe këto vinë me materiale të mbetura? Po, të mbetura. Të hedhura? Normale. Të mbetura, sepse i kanë dhuru njerëzit. Po. Ndërsa instalacioni është krijuar nga unë. Është punuar në Allçi. Me mjete rrethanore, duke përdorur jo thika, po xhama. Duke e gërë. Interesante. Me xham. Çdo gjë, edhe telat janë sajuar, domethënë, me tela frenash biciklete. Ndoshta do të në herë të tjera kur të vish në një ekspozitë tjetër, ndoshta do të kemi mundësinë edhe për të filmuar momentet që ti realizon këto punime. Instalacioni i dytë, sepse të parën e kuptuam, është simbolika e komunitetit. Po, instalacioni i dytë tregon domethënë që ne kemi art edhe muzikën. Po, e keni brenda vetes, e jetës tuaj. Sepse po të vesh re tek pakica jon një nga ne do dali muzikant. Dorsa unë do jam piktor. Piktor. Ke pasur në një frymëzim jetën tënde, apo ndoshta ndonjë të afërm që ke ndjekur rrugën? Absolutisht jo. Thjesht domethënë duke parë emisionet, siç e kam thënë edhe herë tjera, të Elidona Litit, Gazmen Lekës, Skënder Kamberit, po ashtu, i cili është një piktor me famë botërore, domethënë duke ndjekur. Janë këta të preferuarit e tu? Po. Dhe temi si artist, i ndjek përgjatë gjithë kohës në ekspozita dhe rrugën e tyre artistike? Ndoshta në ekspozita nuk i ndjek, pa marrë ndjek në për emisione, kur dalin, jam i pari që i ndjek. Që i ndjek. Çfarë të doje ti, Bardyl, që të merrnin ata, le të themi, që do ta vizitojnë ekspozitën, sa do të qëndrojë hapur? Ajo do të qëndrojë hapur rreth një javë. Rreth një javë, përgjatë kësaj jave, publiku dje kishte relativisht goxha njerëz, pata kënaqësinë që të jenë pjesë e ekspozitës. Madje më them, krahasim me ekspozitën e parë, kishte shumë pjesëmarrje. Ka pasur edhe më shumë. Madje nuk më lan as të hap fjalimin. Nuk e prisje. Nuk e prisja. Nuk e prisja atë lloj reagimi, domethënë, hyn direkt. Në një farë mënyrë përmbushet, le të themi, edhe ajo simbolika e titullit që ti ke vendosur ekspozitës, duke qenë se nuk e prisje edhe këtë pjesëmarrje. Biles kjo është deri tash është ekspozita më e bukur, një ëndër e cila nëse të kujtohet, më ke pyetur, është një ëndër e plotësuar. Pra, kjo është ëndra e plotësuar.
Kjo ekspozit. Kjo ekspozit. Megjithatë, ëndra vazhdon. Ëndra vazhdon. Patjetër. Normal. Doja të pyesja pak lidhur me publikun, padyshim që dje ke pasur mundësi edhe të komunikosh me ta, çfarë komentesh ke pasur dhe çfarë do ti që të marrin ata me vete? Ka kjo ekspozit. Me publikun domethënë kam komunikuar, domethënë kanë mbetur të kënaqur dhe të habitur në stilin që unë punoj. Sepse nuk Për çfarë të pyesin më shumë? Se si i ke bërë? Gjëra të cilat ato janë pjesë e punës, procesit punës. Po gjithsesi është me interes. Po, normal. Për vetë faktin Kishte interes shumë. Kishte interes shumë. Sidomos tek shkëlqimi. Aty domethënë pyesin si ja ke dhënë shkëlqimin? Po, si ja ke dhënë shkëlqimin? Dhe si ja ke dhënë Ajo shkëlqimin? është gjithmonë sekret. Apo nuk mund ta Ajo themi? sekret. Ajo është pjesa jote që nuk Madje edhe kuratori im më pyeti si e ke dhënë. Ambra, vajza jote ka talent, e ka dëshirë pikturën, si shikon gjasat? Unë e shoh domethënë tek aktrimi. Tek aktrimi, atë ka dëshirë. Gjatë gjithë kohës rrin duke parë filmat, madje më gëzon më shumë sepse ky brez po avancon. Ndërsa brezi jon nuk keni pasur të njëjtat mundësi. Po, plus që tash kuptojnë në anglisht, ndërsa brezi im kështu që e kanë më shumë të mundur. Do doja t'i ktheheshim pak fillimeve të tua, sepse është gjithmonë interesant, jashtëzakonisht shumë profili yt artistik. Si ishin ato fillimet e para? Kur e kuptove, si lindi marrëdhënia jote me pikturën? Si lindi? Si fillim ka qenë pak e vështirë. Sepse thash mendova, a do heci, as do heci, si do mpresi publiku. Po sa vjeç e kuptove që kishe dorë për pikturë dhe e dëshiroje, e pëlqeje pikturën, e ndiqje, çfarë të bënte Kjo ka qenë qysh në familjen time. Pavarësisht se nuk e shfaqja në për shkolla apo në për miq, por diçka bura re më mbrapa. Kur kam hyrë në punë tek kompania, sepse ato zhvillonin aktivitete shumë bukura, me fëmijët, me të rriturit, dhe ishinja që bëjë aktivitete. Dhe ty të mbeste mendja pikërisht tek piktura. Madje tek vizatimi ndoshta. Ndoshta ndërhyjsha që të kuptosha se si mund ta bëjmë diçka të bukur për jo vetëm për pakicën egjiptiane, por edhe për shoqërinë shqiptare, sepse punë e parë ne bashkëtojmë këtu në Shqipëri, edhe në Ballkan, edhe në Europë. Dhe lindi ideja duke si fillim askush nuk të ka mësuar apo të orientuar tërësisht vetë? Me të thonë drejtën, çdo gjë i kam bërë vetë. Çdo gjë i kam bërë vetë. Duke e ndjekur, a pas hapit gjithë? Sigurisht. Ndoshta jetën artistike në kryeqytet. E kujton veprën e parë që ke realizuar? Po. Ajo ka mbet kujtim edhe të mbetet. Vajza e pakicës egjiptianëve të Shqipërisë, e cila është gjykuar dhe paragjykuar gjatë viteve 90 dhe trafikuar. Sigurisht sepse ajo kohë ka qenë shumë e vështirë. Pavarësisht se unë 90 nuk kam përjetu, se kam qenë fëmijë, pama si mas rrëfimeve që tregon njerëzit. Trafikimi. Ke pikturuar një vajzë në imagjinatën tënde, po jo një vajzë konkrete. Ashtu e ke përfituar në artin tënd, kur e ke sjell ato. Po, ajo ka qenë vepra ime e parë. Edhe më kanë mbet në mendje ajo pikture, sepse ka qenë e para. Edhe duhet të jesh krenar në fakt, sepse simbolika edhe në çfarë viti e ke realizuar këtë? Në vitin apo se mban më saktë? 2020. Ka qenë vitin 2020. Pastaj kur e kuptove që duhet kaloje përtej, le të themi, asaj dhomës tënde që ti pikturon në shtëpinë tënde dhe doje që këtë artin tënd ta shpërfaqe edhe tek publiku. Kishe dëshirë që edhe publiku ta shikonte nga afër. Ideja ka qenë kjo, duke parë pakicën egjiptiane, që nuk kishte një piktor. Nuk kishte një artist që t'i përfaqësonte. Nuk kishte një artist, apo për treguar tematikat sociale. Dhe mendosa të bëhet çka të bëhet, unë do dal. Ky që jam me shkollë, pa shkollë, unë do dal. Do e arrit qëllimin. Do përpiqesh maksimalisht. Do përpiqem. Si do ta përshkruaje ti stilin tënd artistik? Në portret. Portret. Sepse ti mbetesh piktori portreteve. Gjithmonë më kanë pëlqyer portretet. Sepse ato tregojnë domethënë njeriu se cili është dhe syt që flasin. Temi syt të bëjnë më shumë përshtypje në portretin e dikujt? Gjitha. Komplet si portret, domethënë plastika, imazhi komplet.
Mbetesh tek portreti klasik, por edhe jo, sepse mbaj mend në ekspozitën e parë ka qenë një portret i Ismail Kadares, të cilin ti e ke sjell në një formë abstrakte. Shumë interesante, mënyra se si e kishe perceptuar, edhe natyrisht edhe shumë e kuptueshme edhe për publikun. Po, do të flasim edhe për këtë pak. Ajo pikturë ka ardhur nëpërmjet një libri, i cili e ka shkruar profesor Luan Dinjo, i cili nuk ndodhet më, që unë përshëndes familjarët e tij. Ai ka përshkruar Ismail Kadaren, ku thot me romanin e tij Kronika Ngur. Edhe aty më lind ideja pse mos ta bëjmë nga fjala ta kthem në art. Në art. Edhe unë e realizova. Me aq shumë urime, realisht për atë pikturë është nga, natyrisht që mua më pëlqejnë gjitha punimet e tua, po ajo vërtet realisht më ka bërë shumë përshtypje, edhe të shkon edhe abstraktja, jo vetëm portreti klasik. Më shumë jam i fokusuar tek portretet. Eksploron shumë për të parë, për të kuptuar se çfarë ndodh me artin, përpara se të nisësh një vepër tënde, e ke konceptin fillimisht apo ja lë tërësisht spontanitetit në dorë të lirë? Spontaniteti gjithmonë ja le. Por me ide të qarta, sepse kjo ekspozite ka shumë të qartë. Me ide të qarta, domethënë, kur vjen ajo ideja spontane, domethënë, vërtet unë do ta bëj diçka, pa ama duhet ta mendoj se çfarë do bëj. Sepse mund të krijoj kohë, mund të se kësaj do të kesh pak etik. Po, patjetër. Jo, ta bosh edhe të dalin. Nga ana tjetër edhe liria identifikon një artist, ndryshe nga njerëzit e thjeshtë, apo jo? Normale. Sa kohë të ha realizimi një vepre? Me të thënë drejtën, kjo ekspozitë që erdhi, kam punuar mëngjes dhe në darkë, vonë e vonë. Do të thënë, në tjende kohë punosha 2 piktura. Sepse duhet kuptojnë edhe publiku që portreti ha realisht vërtet shumë. Po, hanë. Nuk është se s'hanë kohë, sepse edhe më punë nga që jam edhe më punë dhe mundohen. Pak të, do të thënë, punoj me 2 portrete. Cila është vepra më e dashur për ty? Mbetet akoma portreti i nënës tënde? Këtë më ke thënë herës tjetër në intervistë, apo ke arritur të realizosh edhe ndonjë vepër tjetër? Ajo është portreti që më ngel, sepse nuk jeton më. Edhe ja kam pishmon vetës që nuk arrita ta bëja kur ishte gjallë. Edhe bëra kur ndroi jetë. Që të kishte mundësi edhe ajo vetat. Të mbështeste ajo? Shumë. Në këtë ëndrrën tënde si kanë qenë familjarët e tu? Edhe kishe edhe një bashorte vërtet mrekullueshme dhe e përshëndesim, edhe ishte vërtet shumë mbështetëse ndaj punës tënde. Si kanë qenë ata në këtë rrugtim? Sepse arti kërkon nga ana tjetër edhe kohën e saj, ndërkohë nga ana tjetër ne duhet punojmë sepse ju edhe nuk e keni pasion, por nuk është profesioni juaj, le të themi i parë. Nuk është profesioni im. Si është mbështetja? Sa e rëndësishme është të kesh mbështetjen e familjar, por nga ana tjetër ndoshta edhe mos të ndërhyjnë, se mbaj mend që më kanë thënë herës tjetër aq shumë, më shumë se ç'duhet në punën tënde, kërkon një lloj lirie. Më mbështetin gjatë gjithë kohës. Po ama nuk qëndrojnë aty ku punoj. Sepse nuk du të kem njerëz aty sepse shpërqendrohen. Ky proces do ta kesh tërësisht tëndin. Është si puna e tempullit. Është çështje ndikimi, të ndërpret punën apo nuk do të kesh ndikime fare, sugjerime? Nuk do të kem fare ndikime mrena. Për të arritur tek ideja jote. Do të ecim me atë konceptin tim. Kështu do ta bëj dhe kështu do dali. Cili është materiali më i pazakon që ke përdorur në punimin e tua që mendoje që asnjëherë nuk do ta kthej në një funksion të tillë artistik? Materiali. Bojrat që janë akuarel që kthehen në plur. Bojrat që janë akuarel dhe kthehen në plur dhe më pas kthehen në vaj, sërish. Është procesi më i vështirë apo le të themi gjetja më interesante? Edhe procesi i vështirë, po edhe gjetja më interesante, sepse nuk kam parë njëri që të bëj të lloj procesi deri më sot. Bardhi, a mendon se gjithë kjo përpjekje dhe punë natyrisht e jotja në një farë mënyre, sepse është një mision në vetvete, përposa anës artistike, pasionet dhe dëshirës tënde, ka thyrë në një farë mënyre paragjykime, sepse kjo është dëshira jote më e madhe dhe duhet ta themi dhe ndoshta e pjesës më të madhe të komunitetit. Bërëmi që pyet këtë, jo që nuk ka paragjykime më, sepse përkundrazi ato e kanë përqafu këtë lloj stili që unë punoj. Madje dhe më sugjerojnë, më përgëzojnë. Madje ku jam punë, më shohin, domethënë, edhe afrohen, komunikojnë me mua, më mbështesin. Pra, shoqëria shqiptare ka arritur të më pranoj kështu siç jam.
Jo vetëm mu, për gjithë pakicën egjiptiane. Nuk është më si përpara që bëshin paragjykime apo diskriminime. Sot, pakica egjiptiane pothuajse është zonë të drejta të barabarta. barabarta. Diçka që natyrisht ju takon, na vjen shumë keq realisht që përgjatë viteve shumë komunitete, jo vetëm ju, kanë përjetuar një ndjenjë paragjykimi natyrisht pa merituar, nga ana tjetër më bëhet jashtëzakonisht, më vjen shumë mirë për qytetarët shqiptar që kanë ndryshuar mentalitetin dhe sot ato janë mbështetësit. patjetër, nuk ka arsye përse të jetë ndryshe. Cila është sfida më e madhe që has në punën tënde? Ndoshta mund të jetë teknike apo vështirësi të tjera, se ndoshta ti brenda vetes kërkon që ta kesh edhe profesion të parë. Le të themi pikturën. Ideja është sepse unë nuk kam vështirësi aty, sepse eksploroj. Aty unë eksploroj. Unë eksploroj aty. Domethënë duke provu dhe veten që jam i aftë ta bëj apo s'jam i aftë ta bëj. Mundohem të eksploroj sa më shumë. Të eksplorosh edhe ta sfidosh. Po, besoj veten tënde. Nuk e pasur asnjëherë në një moment përgjatë këtyre viteve që thuash unë do të heq dorë sepse është e vështirë. Absolutisht, biles. Je shumë i vendosur. Ty do të qëndroj me artin. Ajo më pëlqen, domethënë, është diçka shumë e bukur për mua. Po. Nëse do të riktheheshim atyre viteve të fillimit, edhe do të kishe mundësi të jepje një këshill vetes tënde ose bardhit atëhershëm fillimet e tij, cila do të ishte ajo këshilla? Ajo këshilla do të ishte vetëm Bardyl do i thoja, vazhdo arsimin e lartë. Le të themi në një farë mënyre është një lloj pengu? Peng. Po pse nuk e mendon? Mendon ende je në kohë. Asnjëherë nuk është vonë. Shiko, Bari, në atë kohë, nuk është se s'kisha mundësi, por fëmijë. Ashtu ishte jeta. Fëmijët prapë, jo se s'kisha mundësi, se shqyqës Zotit, mi plotësonin kushtet prindrit, është gjënat me thonë që nuk ka pas, sepse edhe atëherë ka pas. Po nuk kisha dëshirë të angazhohem me arsimimin. Po, ishe shumë i ri, ndoshta për të kuptuar rëndësinë që mund të kishte sot në jetën tënde. Dhe nuk e mendoja se si do arrinja këtu, ku jam sot. Pra ne gjithmonë pengu im është kjo, edhe që paragjykoj vetën time, pse nuk e vazhdove arsimin. Ndoshta kjo është edhe këshilla që sepse të isha, ndoshta mund të përfaqësoja edhe pakicën e egjiptianëve të Shqipërisë. Patjetër, ende në kohë, prapë them, asnjëherë nuk është vonë, sepse padyshim që je shumë i ri. Ndoshta është dhe kjo këshilla që jep të gjithë familjeve të komunitetit, por jo vetëm. Arsimimi është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Vetëm talenti ndonjëherë nuk mjafton. Jo, nuk është vetëm talenti. Unë i bëj thirrje gjithë prindërve të cilët pra i përkasin pakicës egjiptianëve të Shqipërisë, fëmijët duhet të jenë prioriteti ynë, sepse e ardhmja e tyre tregon kush janë. Më pas, le të vazhdojmë. Arsimin e lartë, të mesëm, shkollimi e shkryesorja. Patjetër. Pa arsim nuk ke integrim. Pa integrim nuk ke punësim. Kjo është. Patjetër. Ke një projekt tjetër? Në mendjen tënde? Po. Mund të zbulosh ndoshta shumë pak, se Patjetër pse jo. Si ide. Kam menduar të bëj një instalacion. Por shumë të madh. Shumë të madh. Po. Mendon që mund të realizosh? Duke qenë se bëhet fjalë për diçka e përmasave të mëdha, ashtu siç e përshkruan edhe ti. Ajo do të bëhet një instalacion po me portrete, por këtë rrallë në xhama. Në xhama. Piktura në xham. Po e zbulojmë. Besoj do të kërkoj shumë kohë. Do shumë kohë. Edhe këtu mbetemi gjithmonë me produkte që janë të hedhura, me mbetje, jo produkte të reja. Normalisht, sepse ajo më pëlqen më shumë. Sepse ka më vlerë ajo që e hedh, sesa ajo që blen. Patjetër, edhe një pyetje të fundit, cila është ëndra që flet sot për Bardhin? Ëndra ime është që flet për Bardhin është që u realizu ajo që unë desha. Ekspozita besoj edhe vazhdimësia. Normalisht. Ekspozita, po edhe si piktor i pakicës egjiptianëve të Shqipërisë, po edhe në vazhdimin sipër ëndra do të vazhdojnë sërish për artin. Përfaqësohemi ashtu siç duhemi. Jo vetëm tek muzika, apo tek punimi i ekurit, apo në mënyra të tjera, që mund të ketë pakicë. Edhe në këtë gjini të artit. Normalisht. Pse jo? Padyshim. Është mundësia, sot është mundësia që pakica edhe talenti, edhe këtë mundësi t'ja ke krijuar vetes. Në art, ka shumë mënyra. Nuk mund të themi mo që nuk kemi mundësi.
Ai që s'kam Ti do t'ishe i gatshëm për të ndihmuar edhe të rinj të tjerë të komunitetit egjiptian për të ndihmuar, për të parë se kush spikat në pikturë dhe për t'i dhënë një mundësi dhe atyre ndoshta për të mësuar nëpërmjet teje. Por ndoshta ato ndryshe kësaj here nga ty, ndoshta edhe mund të vijojnë studiment. Ndaj dola si piktor autodidakt për të ndihmuar ato fëmijë apo ato të rinj që kanë dëshirë apo talent të ndjekin. S'është vetëm ëndra ime personale. Mund të ketë ëndër çdo kush. Dhe do t'i ndihmoj me sa ka mundësi. Para ma ditë themi gjo. Për pakicën time, kush ka këmbë, hecën. Kush ka dur, punon. Kush ka mend, vepron. Pra kjo është një thirrje në 3. Që do të thotë arsimim, punësim, integrim. Shumë e qartë. Edhe një pyetje të fundit, si jetoni kaq bukur? Si jetë e kaq bukur. Është çështje e kulturës, e trashëguar. Normale. Pakica egjiptiane. Bën përshtypje. Jashtëzakonisht shumë. Fakti pavarësisht vështirësive sociale që i keni pasur më shumë se qytetarët e tjerë, ju dini të jetoni edhe jetoni shumë bukur. Madje. Është çështje kulture e trashëguar, si funksionon. Ne na ka mësuar të parët që duhet jetojmë me kulturë. Të respektojmë, të nderojmë mikun kur na vjen. Pavarësisht atyre. Por pos mikut brenda familjes keni shumë hare, kjo është e vërtet. Atë kemi domethënë tek. Për këtë ishte pyetja. Po, kemi shumë gëzim, domethënë kur nuk jemi domethënë indiferent ndaj njëri tjetrit. Çështja e optimizmit, qenit kështu të përballuarit le të themi të problematikave, se thuajse gjithnjësoj kemi pak a shumë, por çështja e kulturës se si jeni edukuar për të përballur është vërtet për të marrë shembull. Pikërisht pra. Këtë ne kanë lënë para arsit tanë. Ju kanë mësuar kjo, është çështje edukate, e kulturës. Duhet të përfshihemi. Duhet të kulturohemi. Jo bëjmë zullumra apo budalliqe të tjera. Duhet jemi të barabartë si shoqëria shqiptare. Duket për të marrë një shembull, duket parë ty edhe unë mësohem. Jo vetëm unë, kështu domethënë ka rrjedh gjithë e pakicës. E qartë. Bardi të falenderoj shumë. Ka qenë shumë kënaqësi për mua që të flasim bashkë për këtë ekspozitë tënde të dytën. Unë shpresoj, uroj dhe jam shumë e sigurt që ti do të ecësh shumë përpara, do ta përmirësosh edhe këtë gjini arti që ti ke zgjedhur vetë për veten tënde, për më tepër për kontekstin dhe për mënyrën se si punon. Ajo është edhe më e bukur se padyshim edhe veprat e tua, edhe temat që i zgjedh me shumë kujdes për ndërgjegjësim. Falenderoj shumë. Shumë kënaqësi për mua edhe shumë suksese. Edhe një javë ekspozitash të hapur te Kinema Agimi për gjithë ata që duan të shikojnë punimet e Bardit. Besoj ti do jesh edhe vetë her pas here aty sepse e the vetë ka shumë kurreshtje për të kuptuar se si punon ti. Po, ka shumë kurreshtje biles nëse do më lejoni të falenderoj dhe Qendrën Agimi, e cila pra hapi dyert për datën 24 qershor. Unë e falenderoj shumë dhe drejtoreshën e kësaj institucioni Iris Canin. E falenderojmë dhe ne. Bashkëpunëtonja ime. Patjetër, e falenderojmë edhe ne shumë që të ka dhënë këtë mundësi. Faleminderit edhe një herë Bardi, ndërkohë ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak me edicionin informativ të radhës.